Shumë prej nesh, mbase krejt pa dashur, mendojnë që është e kohë të investosh në një larës për fytyrën. Mirë po, harrojnë një detaj shumë të vogël por tepër të rëndësishëm. Nëse unë në sipërfaqe ose sipërfaqen e lëkurës e kam plot me pisliqe që kam marrë gjatë ditës pa pastërti të ndryshme, dhe nëse unë këtë papastërti nuk e largoj nga sipërfaqja me një larës të butë, delikat dhe që të mos ma dëmtoj barrierën e lëkurës, unë nuk kam asnjë shans që produkti i radhës që unë do aplikoj, një krem për shembull, të më depërtoj siç duhet shtresat e lëkurës, por do bëhet një mishmash këtu, një pllaqëritje këtu sipër, dhe nëse produkti nuk depërton shtresat e lëkurës, ai thjesht nuk do të funksionojë dhe ti thjesht ke hedhur lekët në kosh duke pretenduar të kursesh te larësi.